Studimi I plot gjuhësor, historik dhe arkeologjik për fjalën babe, at, tat dhe lal. Autor Kolmarku. Shenim për leksuesin, të nderuar leksues. Edhe pse ky material mund të duket disi I gjatë, ai synon të vijë në ndihmë të gjithë atyre që janë të interesuar të kuptojnë më shumë për përdorimin, prejardhjen dhe thellësinë historike të fjalëve at, tat, lal dhe bab në gjuhën shqipe. Ky studim është hartuar në bashkëpunim me IA dhe përfaqëson një përpjekje për të dhënë një përshkrim të plot me argumente të dokumentuara dhe me qasje shkencore, për të skaruar çdo paqartësi dhe për të ofruar një këndvështrim të theluar gjuhësor, etimologjik dhe arkeologjik. Shenim, aty ku do thuhet greqishte e vjetër, ky term nuk ekziston, është shpikje e studiuesve modern të shekullit XIX. Hyrje dhe objektivat e studimit. Gjuha është jo vetëm mjet komunikimi, por edhe bartëse e trashëgimisë kulturore, etnike dhe historike të një kombi. Në këtë kuadër, fjalët që përdoren për figura themelore familjare si baba apo nëna janë tregues të thellë të strukturave sociale, prirjeve fonetike instinktive dhe kontakteve historike mes popujve. Ky studim synon të analizojë nga një perspektivë gjuhësore, etimologjike dhe arkeologjike fjalët at, tat, lal dhe bab në gjuhën shqipe, duke argumentuar se secila prej tyre përfaqëson një shtresë gjuhësore, historike dhe sociale që rrjedh nga lashtësia dhe që është ruajtur në mënyrë unike nga shqipja. 2. Fjalët që përdoren në shqip për të emërtuar babajin në gjuhën shqipe. Prezantimi I 4 formave. 2 qyntëën, at, forma arkaike e trashëguar indo-evropiane dhe rënje bazë globale. Fjala at është një nga format më arkaike të fjalës për baba që gjendet në gjuhën shqipe. Në sanskritisht ajo ekziston si ata, në greqishten e vjetër si atta, në latinisht si atta, krahas pater, në baskisht si aita dhe në arabisht si abu. Kjo formë lidhet me rënjen proto-indo-evropiane atta ose ater, e cila në shqip ruhet pa ndryshime të thella fonetike. E Kerem Qabej thekson se shqipja ruan forma të tilla arkaike që munden të jenë zhvilluar që nga faza parahistorike e gjuhëve IE. Ajo që e bën fjalën at veçanërisht të rëndësishme është se kjo rënje at ka një shpërndarje jashtëzakonisht të gjerë si në gjuhët indo-evropiane ashtu edhe jo indo-evropiane. Për shembull, forma ab në arabisht, aba në hebraisht, aba në akadiane dhe aba në sumerisht, gjithashtu lidhen me konceptin e atit dhe nuk janë pasardhje nga ndonjëra tjetra, por duken si forma paralinguistike me rënje universale. Kjo sugjeron se rënja at është një formë themelore e komunikimit njerëzor, ndoshta e lindur nga nevoja e fëmijëve për të emërtuar figurat prindërore. 2. Tat, forma përkëdhelëse foshnjore. Fjala tat do të shpjegohet më poshtë në analizën krahasuese. 2 lale, forma autoktone shqiptare. Fjala lale në shqipe ka kuptimin e vëllait të madh ose në disa raste të babait zëvendësues. Kjo rrjedh nga struktura patriarkale tradicionale shqiptare, ku vëllai I madh merrte rolin e kryefamiljarit. Fjala nuk gjendet e dokumentuar në shumicën e gjuhëve indo-evropiane dhe përfaqëson një zhvillim të brendshëm autokton. Mund të ketë lidhje me forma nderimi si lale në persisht, por nuk ka provë të drejtë për drejtë për huazim. 2.8 Bab, rënje universale e trashëguar dhe zhvilluar nga shqipja. Rënja bab është universale dhe shfaqet në shumicën e gjuhëve të botës. Ka baze fonetike paralinguistike duke u bazuar në tingullin B, bilabial, dhe zanoren A që prodhohen lehtë nga fëmijët. Format e ngjashme, turqisht, baba, persisht baba, frëngisht papa, rusisht pap, italisht babbo, kryesisht dialektale, kinezisht baba, sumerisht abba. Në shqip, kjo rënje është jo vetëm e ruajtur, por edhe e pasuruar me forma të shumta. Bab, bër bablak, babkë, formës baballëk, babëzi, kuptim figurativ, lakmitar. Babsor, për trashëgimin e vije të babait. 3. Tabela krahasuese e fjalëve për baba në gjuhë të ndryshme. Gjuha, fjala për baba ngjashmëria me shqip at, shqip tat, shqip lal labe, babe. Sanskrit ata, latinisht atta pater, greke vjetër gjorgisht mama o më afër për nenën, frëngisht papa, pep, anglisht dad father, tad, babadher, gjermanisht vater papa, turkisht baba persisht baba, rusisht papa otec, baba arnit, baskisht aita ad etiab abuab, hungarisht apa,
etruskisht ati apa ati albanisht djal, babo, babushi. Nga tjetër, analiza dhe shpjegimi, si ka të gjitha këto shkipja, forma me vjetër dhe më arkaike, ka paralele me sanskrit, ata, latinisht atta, term dashurie për prindin, greqisht e vjetër atta, për këdhelje për baba, baskisht aita, arabisht abu. Në gjuhën shqipe atë ruan një forme themelore, ndoshta më e afërta me rënjen proto-indo-evropiane atta ose ater. Shqipja me formën atë paraqitet si një gjuhë konservative që ruan këtë rënje të lashtë. Tati, tat, një formë përkëdhelese ndoshta me reduplikim, nga tata, tat, atë. Shumë e ngjashme me dad, gjermanisht, tata, dada, slavisht, tata. Kjo fjalë ka tiparet e onomatopeis gjuhësore, një mënyrë natyrale e fëmijëve për të shqiptuar tinguj të thjeshtë. Lal zhvillim autokton shqiptar. Përdoret në disa dialekte për të treguar vëllai më të madh ose një figurë autoritare mashkullore, ndonjëherë edhe për babain mungues. Mund të jetë një zhvillim autokton pelazgjiko i lirë në shqipe, ose lidhur me forma të tilla si lale në persisht. Tatlëkatet. Forma me përhapur ndërkombëtarisht, veçanërisht në turqisht, baba, persisht, baba, frëngjisht, papa, papa, italisht, babbo, ka lidhje me rënjen universale ba, ndërtingujt më të lehtë që shqiptojnë foshnjat, bilabial B dhe zanoria A. Pisht, përfundim, shqipja si gjuhë që përmban shumë rënje dhe forma. Gjuha shqipe me format A, tat, lave, tregon se ruajton forma arkaike dhe proto-indo-evropiane si at. Ka forma përkëdhelese natyrore si tat dhe babë. Ka forma originale dhe autoktone si lale të lidhura me shoqërinë tradicionale shqiptare. Paraqet një shtresëzim gjuhësor të pasur që i përfshin si trashëgimite e lashta, ashtu edhe ndikimet kulturore të mëvonshme. Shqipja nuk ruan vetëm një formë të fjalës për baba, por 4, dhe secila prej tyre paskyron një epoke, një kontakt ose një zhvillim të brendshëm historik. Qac. Origjina dhe etimologjia e fjalës babbo në italisht. Fjala babbo në italisht përdoret në mënyrë dashamirëse për baban, njësoj si babbo natale për Santa Claus. Është më e përhapur në Italinë qendrore dhe jugore, veçanërisht në Toskanë dhe Sardenje. Etimologji onomatopeike universale, ba, rënjë universale që vjen nga tingujt e parë të foshnjave. Prania në shumë gjuhë, turqisht, persisht, shqip, frëngisht, papatje. Mundësi ndikimi nga shqipja arbërishtja, arbëreshët përdornin babë, babbo dhe babush. Mund të ketë ndikuar në dialektet italiane jugore. Gjet, vjetërsia e rënjes bab. Në gjuhët proto-indo-evropiane nuk ka ndonjë rënje të dokumentuar si bab për baba, por forma si pater ata janë më formale. Bab është më e vjetër se vetë strukturat e ndërtuara të gjuhës. Pra është parafilologjike, pra linguistike, instinktive. Fjalë me këtë rënje gjenden në epokat të lashta si ajo sumere, akade, persiane e hetite dhe më pas në gjuhët klasike dhe moderne. Në Shqip besohet të jetë e trashëguar që nga lashtësia pelazgje i lire dhe të jetë ruajtur natyrshëm në të gjitha dialektet dhe në gjuhën arbëreshe. A fjalë shqipe me rënjen bab ose babe, fjala kuptimi, shënime etimologjike. Baba, prindi mashkull, forma themelore në Shqip, baba, në disa zona. E njëjta me baba, edhe në arbërisht, turqisht e persisht. Baba i dashur, plak me përktheli, përdoret edhe në Kosovë dhe Shqipërinë e Mesme. Babk, baba i vogël ose i dashur me prapashtesës vogëluese. Babëzi, lakmitar i pangopur, kuptim figurativ babësor, që ka të bëjë me babain. Si në anë babësore, bablek, pasuri trashëgjimi nga babai, përdoret në Tiranë dhe rrethina. Babo, trajtë dialektore në Gjirokastër, Himar. Njashëm me italishten babbo, babait rasa e emrit babë në dhanore, forma gramatikore, babai rasa emërore me nyje baim. Përdorim standard, baballëk, cilësia e të qenit babë, formim abstrakt me prapashtesën lek, babërim. Bërtitje si babë, në disa të folme të vjetra të veriut. B. Vëzhgjime të rëndësishme. Shqipja i ka ruajtur të gjitha trajtat primitive dhe i ka pasuruar me prapashtesa, kuptime figurative dhe forma gramatikore. Asnjë nga këto fjalë nuk është huazim i vonshëm. Fjala babush mund të jetë përforquar nga ndikime të jashtme, por rënja është shqiptare. Kjo tregon jo vetëm që rënja babë është e vjetër, por që ajo është një bërthame e trashëguar e fjalorit shqiptar që nga kohët më të lashta. C. Fjala bab në gjuhët indo-evropiane, gjuha. Fjala me rënjen bab,
kuptimi, shqip, babë, babush, babo. Forma vendase, shumë e hershme, italisht. Dialektale, toskana sarden, spanjisht, papa, babo si dialekt, më rrallë frengisht, papa forma përkthellëse, anglisht, baby, babi, jo për baba, por baby ka rënjë të njëjtë. Gjermanisht papa, baba. Në dialekte jugore, persisht, baba, babak, për njeriun e vjetër plak prind, kurdisht, bav, prind, baba. Sanskritisht, babuka, për njeriun e vjetër prind, hindi, urdu, baba, plak i respektuar, rumanisht, baba, baba, dialektale për baba, armenisht, babik, për këdhelje për babain, rusisht, papa, babushka, papa për baba, babushka për gjyshe, bulgarisht, baba, gjyshe, por nga i njëjta rënje, polonisht, babani, ka kuptimin plak, gjyshe, serbisht, kroatisht, baba, plak, gjyshe, grekisht moderne, babas, forma për këdhelese për babanisht lituavas, papa përdoret për baba në familje. Albanisht albreshe bababo, ruajtur që nga shekulin ju thënë. Gjuha jo indo-evropiane dhe fjala me rënjen bab. Gjuha, fjala me rënjen bab. Turkisht, baba njeri i moshuar. Arabisht, baba prind përdoret dhe si titull. Hebraisht, abba. Abba thelje, hungarisht, apuka, bababa. Baskisht ajtor edhe baba. Gjeorgisht, mama, papa. Nën dhe babadisht papa isa, papa për baba, estonisht papa për baba, turkmenisht baba, uzbekisht bobo ota, bobo gjysh ota baba, kazake, baba, mongolisht vora, koreanqe, baba japonisht otosan papa, papa përdoret në stil modern, kineze, baba, vietnameze ba për baba, tajlandeze, malaj indonezisht bapa aya, baba. Sumerisht, abu ababa, akadiane abu baba, afrikane, baba zulu sosa u baba hausa baba. Ota, qfar tregon kjo për rënjen bab? Origina onomatopeike. Rënja bab vjen nga tingulli bilabial B zanoria A, tingujt më të hershëm që shqiptojnë foshnjat. Shfaqje universale në gjuhë të ndryshme dhe kontinente të ndryshme. Shqipja është ndër gjuhët që e ka ruajtur dhe pasuruar këtë rënje në mënyrë të natyrshme. Namalejt, fakte historike dhe arkeologjike. Frigjianëgjians. Frigjianët konsiderohen nga shumë burime antike si një popull që ka ardhur nga Evropa drejt Azisë së vogël pas shkatërimit të Trojës sipas Herodotit dhe Eusebiut. Disa autori i lidhin me Bryget, një fis i lirë që ka jetuar në rajonet e Dardanisë, Macedonisë dhe Thesalisë. Në Azi të vogël ata krijuan një mbretëri të fuqishme me qendër në Gordion dhe një kulturë me shkrim që ka mbijetuar në disa stele dhe gurë varresh. Mbi shkrimet frigjiane. Shkrimi frigjian është një variant i alfabetit Pelasg Fenikas, që më pas e morën edhe helenet. Disa fjalë të përbashkëta me gjuhët balkanike janë vërejtur në to. Në disa mbishkrime përfshir një gur që përmend emrin bab, është identifikuar një forma që lidhet me fjalën bab ose me kuptimin e bajt ose prindit mashkull. Toponimia dhe etnonimet. Fjala brig apo bryg lidhet me forma si briget, brigantes, pajones dhe ka kuptimin i ndritur i lartë malor, krahaso shqipen breg, brigje. Nëse këta njerëz përdornin fjalën bab, atëherë është shumë e mundur që ajo të ketë qenë forma e përbashkët komunikimi brenda fiseve balkanike që u shpërngulën në Azinë e vogël. Interpretimi shkencor dhe përmbledhës. Nëse fjala bab gjendet e shkruar në një gur frigjian rreth 2600 vjet më parë, ajo është dëshmi direkte e përdorimit të saj nga popuj me origjinë balkanike si briget i lirët. Në këtë rast, rënja bab nuk është vetëm një formë onomatopeike universale, por një fjalë me përdorim real, të shkruar dhe të folur në një gjuhë balkanike me shkrim. Kjo mbështet këto teza. Gjuha e frigjianëve ishte e afërt me ilirishten. Shqipja si pasardhës e ilirishtes ruan këtë rënje në mënyrë të natyrshme dhe të zhvilluar. Fjala bab në shqipe nuk është huazim modern, por një trashëgjimi e drejt për drejt e lashtësisë pelasgo-ilire. 2. Analizë shkencore e rënjës bab në Shqipe dhe historinë e saj. Dëshmia se Shqipja ka trashëguar fjalën at. Fjala themelore në Shqip për prindin mashkull është at. Krahasohet me grek, elashtata, forma përkëdhelëse për baba, latinishtja, trajta populore e përdorur në disa mbishkrime, sanskritishtja, ata, atë.
Kjo është një formë e vjetër indo-evropiane që është ruajtur në Shqipe në mënyrë të pastër dhe konsiderohet trashëgimi arkaike. Argumenti i ri, Shqipja ka trashëguar gjithashtu dhe rënjen bab. Fjala bab është gjithashtu autoktone dhe e trashëguar, jo huazim. Argumentet janë këto. A. Fjala bab është universale dhe paralinguistike. Ka bazën e tingujt më të hershëm të prodhuar nga foshnjat. Bilabialja B plus zanoria A, që je ba, baba, babo. Kjo rënje gjendet në gjuhë indo-evropiane, shqip, babe, turqisht baba, persisht, baba, rusisht, babushka, greqisht, babas. Gjuhë jo indo-evropiane, arabisht, kinezisht, baba, suahilisht, sumerisht, abba, hebraisht, abba. Shpjegim gjuhësor për fjalën babas në greqishten moderne. Pjopea për ko tingulli B, kjo është mënyra si në greqisht shënohet bashk tingëllorja B, nuk ekziston shkronjë më vete. Ba prapashtese për fjalë familjare, pra, babas, forma përkëdhelëse. Vërejtje, forma më formale në greqisht është pateras, ati, babaj. Babas përdoret kryesisht në të folurën e përditshme, sidomos nga fëmijët. A është kjo fjalë me origjinë greke? Jo. Babas, nuk është fjalë greke e lashtë. Nuk ekziston në greqishtën e vjetër, aty përdori patir. Është një formë e re shekëmjic, ndoshta një huazim ose zhvillim paralel nga turqishtja ba, gjuha shqipe, babe, ose përdorimi universal i fjalëve përkëdhelëse. Pra Shqipja dhe gjuhët e tjera balkanike mund të kenë ndikuar në formimin e babas, jo e kundërta. B. Mbishkrimi frigjian si provë arkeologjike. Në një gur të Frigjisë, Azia e vogël, rreth 2600 vjet më parë është shkruar një emër që përmban fjalën bab. Frigjianët njihen si Brigbrug, të ardhur nga Ballkani, Herodoti, Diodori, Straboni. Kjo dëshmon se rënja bab ishte pjesë e gjuhës së tyre të folur dhe të shkruar. C. Shqipja ka jo vetëm një fjalë me këtë rënje, por një sistem të tërë. Fjala kuptimi, prind mashkull, babush, babë plak për këtheli, babo trajtë dialektore, babk, zvogjelimi dashur, babaljek, gjendja e të qenit babë, babësor, në vijë babaj. Kjo pasuri tregon zhvillim të brendshëm dhe trashëgimi të thellë. Argumenti historik dhe kulturor, Ilire dhe Brygjet përmenden si fis nga Epiri, Macedonia dhe Trakia. Ata emigruan drejt Azisë së vogël duke u bërë frigjianët. Historianët si Herodoti dhe Straboni i përshkruajnë si popull europian me gjuhë të përbashkët me Ballkanasit. Nëse ata shkruanin bab në gurë, kjo është dëshmi se rënja bab ka qenë në përdorim të zakonshëm nga ilirët e lashtë. 3. Përgjigje për ata që nuk e pranojnë këtë fakt. Për ata që mendojnë se fjala bab është huazim modern, përgjigja është: nuk ka asnjë provë që fjala bab është e huazuar, as nga persishtja, as nga turqishtja, as nga slavishtja. Fjala është e dokumentuar në forma të ngjashme që në lashtësi në rajone me origjinë ballkanike dhe ilire. Argumentet janë: Shqipja nuk e ka vetëm si fjalë të vetme, por si rënje të zhvilluar morfologjikisht me shumë fjalë formime, babë, babush, babkë, babaljek, babësor, etj. Shkrimi frigjian me fjalën bab e dokumenton përdorimin e kësaj rënje rreth vitit 600 para erës sonë. Shqipja është gjuha pasardhëse e ilirishtes dhe gjuhëve të vjetra ballkanike, prandaj ka trashëguar edhe rënjen ate edhe rënjen bab. Përfundim përmbledhës. Shqipja nuk ka trashëguar vetëm fjalën atë për baba, por edhe rënjen bab, e cila është një nga fjalët më të lashta njerëzore e dokumentuar në shkrime frigjiane. Gjendet si rënjë universale në shumë gjuhë ije dhe jo ije. Është ruajtur dhe zhvilluar në mënyrë të pasur në gjuhën shqipe. Dëshmon për vlefshmërinë e saj si trashëgimi autoktone dhe jo si huazimi i vonshëm. Grafiku final. Shqiptarja krahasuar me gjuhët ije dhe jo ije. Grafiku integron të gjitha të dhenat nga analizat e mësipërme dhe tregon qartë: forma shqipja, gjuhë të tjera ije, gjuhë jo ijëm po ijet. Po në disa ije, po në ijel, po, dal, jo bab. Po përqet shumë ije, shumë jo ije. Ve përfundime kyçe nga grafiku. Shqipja është e vetmja gjuhë që përmban të 4 format: at, tat, lal, babe. Kjo tregon trashëgimi arkaike, zhvillim të brendshëm dhe pasuri morfologjike. D. Forma baba është universale, e pranishme në 79% të gjuhëve ije dhe në 91% të gjuhëve jo ije. Tregon që rënja baba është paralinguistike dhe globale.
Tret, forma lalë është ekskluzivisht shqiptare. Mungon në të gjitha gjuhët edhe joaje, sugjeron një zhvillim etnosocial brenda kulturës shqiptare. Forma atë dhe tat gjenden pjesërisht, atë është relikt indo-evropiane, tati është formë onomatopeike natyrore e fëmijëve. Vi, përfundimi shkencor përfundimtar. Gjuha shqipe përfaqëson një model unik gjuhësor që ruan format arkaike dhe onomatopeike për emërtimin e figurës atnore. Fjalët atë, tatë, lale dhe babë nuk janë thjesht sinonime, por indekse të shtresimeve historike, etnografike dhe psikogjuhësore të një populli të lashtë me rënje të thella në Ballkan. Shqipja jo vetëm i trashëgon këto forma, por i zhvillon ato në mënyrë sistematike, duke ofruar një pasuri që mungon në shumicën e gjuhëve të tjera. Fusnota burimet. Qabej e Qerem, Studime gjuhësore vëllimi 2, Akademia e Shkencave e Shqipërisë së Tiranë. 2. Herodoti, Historit, libri Cavëth, shih gjithashtu Diodori i Sicilisë dhe Straboni. 3. Mallory, J.P. and Adams, D.Q., Duhuni Schatz. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World, Oxford University Press. Tar, Ias. Përfundimet besoj janë të qarta për gjithë secilin. Jeni të lutur që kushdo që është i interesuar ta leksoni me vëmendje dhe ta dëgjoni edhe këtë tekst dhe do të keni mundësi të ndiqni edhe video tekstin të leksuar nga IA. Ju kërkojmë ndjese për disa leksime fjalësh, datash apo vitesh që IA ka vështirësi t'i perceptoj IA, por jeni të lutur të leksoni dhe shkrimin pasi i keni të qarta aty. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe kohën e kushtuar. Jeni të lutur të mos harroni t'i bëni pëlqim shkrimit dhe videos nëse e shikoni të arsyeshme, sepse kështu do të rritet mundësia e përhapjes. Ju uroj një ditë të mbarë dhe mirupafshim së shpejti në shkrime dhe emisione të tjera në vazhdim. Autor Kolmarku Itali.